Analisti dhe gazetari Fatos Lubonja e cilëson një krim ndaj Tiranës parkimin që do të ndërtohet tek Parku Rinia. Në një shkrim të botuar në gazetën Panorama, Lubonja shprehet: Të ndërtosh një parkim në atë zonë së pari do të thotë të shkatërrosh parkun duke shkulur pemët dhe duke hapur aty një grop të stërmadhe, që do të qëndrojë kështu duke u çimentifikuar me vite derisa të mbarojnë punimet. Kjo ka pasoja të pallogaritshme ndotjeje dhe shëmtimi, jo vetëm për banorët përreth, por për të gjithë qytetin. Lubonja thotë se ndotja që do të shkaktojë çimentimi do të shtohet më tej nga automjetet. Ndotja do të shtohet jo vetëm se do të mungojnë pemët, por edhe se nën atë tapet bari do të lëvizin për të parkuar me qindra makina në ditë dhe gazrat ndotëse të këtyre makinave, sigurisht që ka nevojë të dalin diku. Po ku? Mbi të ashtu quajturin park përmes tubacioneve të ventilimit, pra ky park i bukur që ka mbetur, do të kthehet në një vend që do të prodhojë ndotje të mëtejshme të qytetit, që edhe kështu është super i ndotur. Lubonja ngre pyetjen: a mund të jetë ky park një vend i shëndetshëm për fëmijët tanë që të vazhdojnë të luajnë aty? Dhe e përgjigjet duke shtuar se ky mendim nuk i ka kaluar as pak ndërmend as Erion Veliajt, as Besos së Tajvanit, dhe aq më pak Këshillit Bashkiak. Të gjithë së bashku, thot Lubonja, kanë bërë vetëm llogarit sa do të përfitojnë. Analisti thekson se ky është një kalkulim njerëzish, që u ka zënë syt babzia dhe kështu si po e ka tandisin Tiranën, pas 30 vitesh nuk do të ketë mbetur asnjë shqiptar i gatshëm të jetojë në këtë vend.